Ish ministri e jashtme Elisa Spiropali ka reaguar në rrjetet sociale pas paralajmërimit të kryeministrit Edi Rama për përjashtimin e saj nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, nëse vijon me kritika publike ndaj mënyrës së funksionimit të partisë dhe qeverisë. Në një mesazh të publikuar në Facebook, Spiropali ka theksuar se heshtja në një situatë të tillë nuk përbën maturi, por dorëzim. Nëse qëndrimi im për mënyrën se si po funksionon partia, qeveria, shteti konsiderohen arsye për përjashtim, atëherë po e them qetë dhe qartë, më përjashto. Spiropali nuk e quan sulm, por kritika për modelin që Partia Socialiste në qeverisje po ndjek. Nëse në një forcë politike që ka lindur si projekt emancipimi kombëtar, kritika trajtohet si devijim, atëherë problemi është më i thellë se çdo debat, është krizë kulture politike. Nëse të kërkosh që institucionet të mos kontrollohen, personalizohen, instrumentalizohen, është faj, atëherë më përjashto. Nëse të kërkosh zgare merit brenda e jashtë partisë, është faj, më përjashto. Nëse të kërkosh që socialistët të mos zëvendësohen nga një model drejtokracie ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ që ka mungesë disipline, më përjashto. Në të njëjtën kohë, ajo ka mbrojtur edhe vendimin e saj për të mos marrë pjesë në seancën plenare ku urrëzua kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e lidhur qëndrimin e saj me parimet institucionale dhe jo me konflikte personale. Kur refuzimi për të bërë pjesë e një automatizmi votash në parlament interpretohet si largim nga grupi, atëherë problemi nuk është disiplina, por ideja se bindja kërkohet e verbër, pa arsyetim, pa marrë parasysh pasojat. Kur refuzohet bindja si nuk po mbrohet uniteti, por po kërkohet nënshtrimi. Në përmbytje të reagimit, Spiropali ka theksuar se debati aktual nuk është çështje individuale, por lidhet me mënyrën se si po kuptohet dhe ushtrohet politika. Ajo ka ngritur disa pyetje mbi funksionimin e pushtetit, duke paralajmëruar për rrezikun që kundërshtimi politik të trajtohet si kërcënim dhe jo si pjesë normale e demokracisë. Një formacion politik ku askund nuk kundërshton nuk është i fortë, është i heshtur dhe duhet ruajtur nga zgripi. Heshtja politike ka qenë gjithmonë paralajmërimi së keqes. Jo rrallë, nuk trem forca reale e kundërshtarit, trem bjehona që i bëhet frikës. Nëse nuk dakordsohemi, as për kaq, më përjashto. Nëse nuk respektohet e drejta të flas, madje dhe të bërtas, kur familja ime politike fillon të ketë frikë nga fjala, nuk ka dilemë, zgjidhja është një, më përjashto. Debati vjen një ditë pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, kur kryeministri Rama paralajmëroi publikisht përjashtimin e saj në rast të vijimit të kritikave ndaj partisë në hapësirat publike, duke reflektuar tensione të dukshme brenda kampit qeverisës.